Kjo ishte edhe java e trisht e 21 janarit, 15 vjet pas krimit shtetëror, vrasjes së 4 burrave të pafajshëm protestues tërësisht paqësor me pushkët e shtetit në bulevard. Dhe përsëri 20 janari erdhi me hijen përqeshse të padrejtësisë. Kjo mbeti një plagë e hapur, jo thjesht për familjarët e dëshmorëve të 20 janarit, po kjo mbeti një plagë e hapur për moralin e drejtësisë në Shqipëri dhe për themelet e drejtësisë së shtetit shqiptar. Ne përsëri u mblodhëm dhe e bëm rritin e nderimit në kujtim të 4 dëshmorët të Tadheut në praninë e familjarëve të tyre, të cilët presin drejtësi. Dhe 20 janari është në llojin atyre krimeve që unë kam thënë që shkruhet herës, janë krime shtetërore për cilët drejtësia vonon, po asnjëherë nuk harron. Krime shtetërore duan kohë të zbardhën, por koha nuk i zhbën dot nga kujtesa dhe nga tryeza e njerëzve të drejtësisë. Dhe shpresoj që Spaku, i cili prej 6 vjetësh ka marrë jetë, gëzon mbështetjen e padiskutueshme dhe ka pasur gjatë gjithë kohës inkurajimet më të sinqerta për të shkuar përpara, për të luftuar për të vendosur drejtësinë përfundimisht në binaret e rinj të barazisë para ligjit për të gjithë, të zgjohet dhe të bëj më në fund punën e vet mbi këtë krim që është një njoll për drejtësinë shqiptare dhe nuk duhet lejuar që të bëhet një njoll, sepse do të jetë e pashlyeshme për vetë Spakun. Ky është një vit kyç për negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Është një moment vendimtar për procesin dhe për përparimin e Shqipërisë në rrugën e negociatave. Dhe këtë javë, pikërisht për këtë arsye, është prezantuar dhe paketa e re me një duzinë nismash ligjore që shkojnë në drejtim të forcimit të shtetit të drejtës, rritjes transparencës dhe parafrimit të teshëm të legjislacionit me standardet e Bashkimit Evropian. Dhe këto janë nisma që përfshin fusha thelbësore si lufta kundër korrupsionit, mbrojtja e drejtave të njerëzit, forcimi i institucioneve, dhe nuk janë thjesht detyrime në letër, që natyrisht janë edhe detyrime në kartën e ligjit që burojnë nga negociatat, por janë një investim i mëtejshëm në besimin e qytetarëve dhe në funksionimin e shtetit ligjor. Ky është një vit kur Shqipëria duhet me patjetër të provojë se është e gatshme jo vetëm t'i kalojë reformat, por dhe t'i jetësoj ato, duke pasur parasysh që të gjithë çdo ditë në çdo hap se ky moment nuk mund të humbet. Këtë javë ka nisur edhe një tur dëgjesash publike i ministrit të rritë bujqësisë me fermerët në të gjithë vendit, që ka si qëllim hartimin e skemës kombëtare të 2026. Pra, kanalizimin e të gjithë buxhetit dhe të gjitha burimeve të financimit të bujqësisë
duke hartëzuar të gjithë hapat së bashku me fermerët dhe duke hapur rrugën e forcimit të gjitha urave që ne kemi ngritur me komunitetin sipërmarrës të fshatit edhe me ata që punojnë si bujq në tokën e tyre, përmes dëgjimit të çdo shqetësimi dhe pastaj sintezës mbi det. Është vit shumë i rëndësishëm në aspektin buxhetor dhe në aspektin financiar, sepse potenciali për të disbursuar jo thjesht fondet e buxhetit fillestar, por një volum shumë më të madh financimi është aty, sepse nuk është vetëm buxheti i shtetit, është linja e kredisë e garantuar nga Banka e Shqipërisë, është nga ana tjetër AZBR-ja, është agrokrediti, është edhe një tjetër injekcion financimi që ne do të bëjmë, por përgatitja për të cilin fillon tani përmes Bankës së re të Zhvillimit, kështu që na duhet me patjetër që të adresojmë nevojat dhe t'i kanalizojmë këto financime aty ku ka më shumë efikasitet dhe aty ku do të prodhojmë më shumë vlerë të shtuar.